Mish përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të marrim një temë goxha të thellë. Diçka që është rrënjësore për ndryshimin tonë. Shpesh besoj keni dëgjuar në zonat ku jetoni ose doktrinimi apo perceptime që kemi për tjerët, ku ndërlidhet mendësia dhe shumë gjëra tjera, siç është për shembull ndasitë tona, duke etiketu dikë malok, laluc, ballist, komunist. Këto gjëra janë edhe më të zgjeruara kur dalim në Europë apo në vende tjera që shpesh ne shqiptarët i kemi ndjerë në trupin tonë. Na etiketojnë. A ky është shqiptar, ky merret me këtë gjë, ky merret me atë gjë, apo shumë nga vende tjera për studentët që kanë shkuar në për universitete ndryshme apo në kompani të mëdha, ku shpesh disa njerëz në heshtje me racizmat e tyre përdorin pasthirma që na etiketojnë shpesh duke na cilësuar si shqiptarët janë njerëz mali, këta janë njerëz tegjer, e shumë nga këto. Sot do flasim për perceptimin. Ti mendon se po e sheh botën ashtu siç është, apo jo? E gabuar, ti po e sheh ashtu siç je në të vërtetë. Dhe kjo është gjithçka. Le të tregoj diçka që më ka ndryshuar mua plotësisht. Si thash në fillim, perceptimi. Kjo fjalë e vogël, kjo gjë e padukshme. Ajo kontrollon çdo gjë. Çdo vendim që ne marrim, çdo ndjenjë që ne ndjejmë, çdo realitet që ne jetojmë. Drita hyn në sy, zëri hyn në vesh, por kuptimi lind këtu. Dhe mendja jonë nuk është pasqyrë e pastër, është një filtr që ka ndërtuar për vite tek ne, me plag, me frikë, me besime që as vetë nuk i dim. Dëgjoj këtë. Ka një libër që e kam lexuar dhe quhet Equinoxi. Nuk është një libër normal. Është një libër për njohjen e vetes, për magjinë e vetdijes. Jo magjia si nëpër filma, por magjia e fokusit. Sepse aty ku shkon dhe mendja jon, aty shkon realiteti ynë. Psikologjia e quan model të brendshëm të botës. Carl Jung e quante arkitekt. Crowley e quan forcë. Por në fund të gjithë po flasin për të njëjtën gjë. Struktura e padukshme që na kontrollojnë se si ndjehemi, si zgjedhim, si perceptojmë gjërat, si e përjetojmë jetën. Kur dikush thot jeta është kundra meje, bota është kundra meje, njerëzit morren, ai nuk po përshkruan jetën, ai po përshkruan mendjen e vet. Por dikush tjetër e sheh edhe si mundësi, kudo. Nuk është një fat, është perceptimi i stërvitur. Dhe ja ku vjen sekreti. Që egoja jonë e urren ta dëgjoj. Ti nuk je viktimë e botës. Ti je arkitekt i mënyrës se si e sheh atë. Kur ne ndryshojmë perceptimin, ndryshon gjithçka. Emocionet ndryshojnë. Zgjedhjet tona ndryshojnë. Dhe kur ndryshojnë zgjedhjet, ndryshon jeta. Në fe kjo quhet zgjim. Në psikologji quhet vetdije. Tek mistikët quhet equinox. Momenti kur mendja dhe shpirti vijnë në balancë. Aty ndalon lufta. Aty fillon qartësia, clarity. Aty lind fuqia e vërtet. Sepse kur ti nuk je më rob i perceptimeve të vjetra, bota nuk të kontrollon më. Ti fillon ta shohësh atë për herë të parë. Dhe atëherë fillon ta shikosh ndryshimin e vërtetë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shikim në videot e tjera, ju përshëndes.